Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për Daniel Lalaj, 21 vjeçarin e ekstraduar 2 ditë më parë nga Gjermania. Lalaj ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar nga GKK në akuzat për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe kultivim të bimëve narkotike. Sipas pak, ai është pjesë e një organizate që në vitin 2021 ka mbledhur rreth 4000 bimë kanabis në zonën e Pukës. Pas identifikimit dhe lokalizimit në territorin gjerman, autoritetet e atjeshme bën të mundur ndalimin dhe ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Operacioni për kapjen e të kërkuarve, i koduar The Wanted, është zhvilluar në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare. Policia e shtetit ka njoftuar se ky operacion do të vijojë me intensitet për të goditur aktivitetet kriminale dhe për të sjellë përpara drejtësisë personat që fshihen jashtë territorit shqiptar. Daniel Lalaj do të qëndrojë në arrest shtëpie në pritje të zhvillimeve të mëtejshme hetimore nga SPAK, që vijon punën për dokumentimin e plotë të aktivitetit të grupit kriminal ku ai dyshohet të jetë i përfshirë.